Bashkëluftëtar miqe familjar u përullën me 1 minutë heshtje në nderim të përvjetorit të rënjes së dëshmorit Naser Brahimaj. Këto omazhe u bën në varrezat e dëshmorëve në kompleksin memorial dëshmorët e kombit në fshatin Shqiponj, ku post të tjerëve omazhe bën edhe deputetët e Kuvendit të Kosovës, Lahi Brahimaj, Daud Haradinaj dhe Recep Selimi. 3 deputetët janë njerësh edhe ish bashkëluftëtarët e Naser Brahimajt, të cilët potencuan se duhet ngritur lart veprën dhe kontributin e madh që Naser Brahimaj ka dhënë për lirinë dhe pavarësinë e vendit. Sot jemi të bukur këtu për mi dhënë nderem Naser Brahimit, bardhëçit, njëri prej luftarëve ndoshta më të fortë, cili jo vetëm këtë fshatin, këtë region, po pushka e tij u ndëzua edhe jashtë kësaj zone, dhe natyrisht gjitha bashkëluftarë, edhe pse në përshi, e nderojnë e respektojnë sakrificën e tij. Kjo është një ndër figurat të cilave shoqëria u mbetet akoma bërç për t'i respektuar e nderuar gjithmonë, dhe gjithsesi ne si bashkëluftar u mbetemi bërç që të ecë gjithmonë në rrugën e tyre. Sot 16 vite kishte luftime të rrepta ku Naser Ibrahimi prej rrallë luftëtarëve që u vro me plumb në ballë nga një snajperist në kryet detyrës me Gulinau, ku atë ditë kishim rreth 50 plagosur me në zonën dhe bojë lufta vdekje për pështimin e të plagosurve. Edhe pas shumë vitesh të vështirë, po e kanë familjarët, të cilët pavarësisht humbjes ndihen krenar. Ju falenderojmë për pjesëmarrjen e homazhit këtu në fshatin Shqiponj. Jam krenar për një babë të tillë. Por ndryshe më 5 prill 99, luftëtari i UÇK-s Naser Brahimaj u vra duke luftuar heroikisht kundër forcave serbe.